Një gjykatë në Greqi ka ngritur akuza penale ndaj 17 pjesëtarëve të rojës bregdetare lidhur me tragjedinë e peshkarezës së mbushur me emigrantë Adriana, e cila u fundos në 14 qershor 2023 pranë Pilosi, duke lënë të vdekur të paktën 650 persona. Të mbijetuarit e asaj që u konsiderua si një nga ngjarjet më të rënda të këtij lloji në një dekadë, i thanë BBC-s se rojët bregdetare greke kishin shkaktuar përmbysjen e mjetit në përpjekje për ta tërhequr atë e për t'i mbyllur gojën dëshmitarëve. U deshën 2 vjet që të ngrihenin akuzat, në një kohë kur aq shumë njerëz ishin aty dhe pan vetë se çfarë ndodhi, pohoi një prej të mbijetuarve së fundi për gjykatin mediatik anglez. Ania e nisur nga Libia drejt Italisë me rreth 650 njerëz në bord u përmbys në ujërat ndërkombëtare brenda zonës greke të kërkim shpëtimit. Fatkeqësisht i shpëtuan vetëm 104 emigrantë. Autoritetet greke kishin mohuar gjithmonë me forcë çdo gabim të mundshëm nga ana e tyre. Mes 17 akuzuarve tani është edhe kapiteni i anijes së rojës bregdetare LS 920, i cili akuzohet për shkaktim të mbytjes së anijes, ndërhyrje të rrezikshme të transportit detar, mosdhënie ndihme si dhe ekspozim të personave në rrezik. Nën hetim janë edhe 4 zyrtarë të lartë të rojës bregdetare, përfshirërisht shefin e forcave detare dhe drejtuesin e qendrës kombëtare të koordinimit për kërkim shpëtim. Dëshmitarët thonë se rojet e shkaktuan përmbysjen duke tërhequr anijen militar nga një rancë, çka krijoi paqëndrueshmëri. Ata pretendojnë se pasi mbërritën në portin e Kalamatas, u urdhëruan të heqnin dhe të mos hapnin gojën për atë çfarë kishte ndodhur.